Pak ditë më parë, emisioni Plug në Syri Televizion bëri një përmbledhje me fakte dhe dokumente konkrete të abuzimeve që janë bërë nga shteti shqiptar me koncesionet e shëndetësisë, siç është ai i check-upit, një skemë e madhe abuzimi me taksat e qytetarëve shqiptar. Për këtë koncesion u hap një garë ku morën pjesë disa kompani me eksperiencë në fushën e kryerjes së analizave mjekësore, por fituese u shpall Triple Life Logistic e Vilmanushit. Për një sy të pastërvitur me tendrat do të duket diçka fare normale, por nëse hyn në detaje, kuptojmë që jemi përpara një gare fiktive me fitues të paracaktuar. Së pari, kjo kompani u themelua më 9 dhjetor 2014, ndërsa kontrata koncesionare u firmos 2 ditë pa u mbushur muaj, më 7 janar 2015. Ndërkohë, gara për koncesionin e check-up u shpall që në shkurt 2014, thëndryshe 11 muaj para se të lidhe kontrata me kompaninë që Vilmanushi themeloi 1 muaj përpara se të firmoste marrjen e koncesionit 138 milion euro. Por çudia më e madhe vjen tani. Shpallja e fituesit zyrtarisht u bë më 6 tetor 2014, 2 muaj përpara se të themelojë kompania që do të fitonte kontratën koncesionare. Kësaj thonë që të shpallësh që në janar fituesin e një ndeshje futbolli që luhet në maj. Sidoqoftë, problemet nuk mbarojnë aty. Pas firmosjes së kontratës koncesionare në fillim të muajit janar 2015 nga Ministria e Shëndetësisë dhe kompania Triple Life Logistic, Agjencia e Prokurimit Publik refuzoi publikimin e kësaj kontrate, pasi konstatoi shkelje të rënda ligjore. E para, kontrata u dërgua në APP pa numër protokolli dhe pa u firmosur nga titullari i institucionit, dhe e dyta ishte shuma totale që shteti shqiptar do të paguante në fund të 10 viteve koncesion, si dhe mënyra e pagesës, që sipas APP në formularin e dërguar nga Ministria e Shëndetësisë deklarohej se pagesa për check-up do të kryhej në bazë të numrit të analizave që do të kryheshin. Dhe këtu ka një mospërputhje në lidhje me vlerën totale të kontratës së nënshkruar. Konkretisht, në formularin e dërguar me shkresë numër protokoll 3082 fraksion 23, datë 20 janar 2015, në pikën 5 i jepet vlera totale e kontratës 13 miliard e 833 milion lek, ndërkohë në formularin e dërguar me shkresë numër protokollit 3082 fraksion 27, datë 10 shkurt 2015, paragrafin 4.4 shkruhet shprehimisht se vlera reale do të jetë në varësi të numrit të kontrolleve. 6 ditë më pas, Ministria e Shëndetësisë firmos edhe një herë formularin e njoftimit të kontratës së nënshkruar dhe më datë 19 shkurt 2015, Ministri atëhershëm Ilir Beqa i delegon kompetencën vartëse së tij, Milva Ekonomi, që të firmos formularin e fituesit të kontratës koncesionare. Dhe këtu gjërat bëhen interesante. Në këtë shkresë, përveç firmës dhe vulës së Ministrisë së Shëndetësisë deleguar te Milva Ekonomi, saktësohet në pikën 4.3 se vlera totale e kontratës do të jetë 13 miliard e 838 milion lek, apo rreth 138 milion euro për 10 vjet, ndërsa në pikën 4.4 saktësohet vlera e sipërcituar është vlera e 10 viteve të marra së bashku për numrin maksimal të kontrolleve për grup moshën 40 deri në 65 vjeç. Vlera reale e kontratës do të jetë më e ulët pasi ajo do të llogaritet në varësi të numrit të kontrolleve që do të kryhen çdo vit. Do të mjaftonte vetëm ky dokument që minimalisht sot s'pak të merrte të pandehur zëvendësministren e asaj kohe, Milva Ekonomi, e cila me dashje i ka shkaktuar disa milion euro dëm buxhetit të shtetit pasi me firmën e saj ka kryer pagesa në kundërshtim me kushtet e parashikuara në kontratë. Por skandalet nuk mbarojnë këtu. Në pikën 3 të kontratës përcaktohet se operatori merr përsipër që të ndërtojë pajisje me aparatura mjekësore të nevojshme, të operojë dhe menaxhojë 20 laborator, por sipas dokumentit të siguruar nga emisioni Plug, Vilmanushi ndërtoi vetëm 3 laboratorë dhe këta në magazinën e vet në Kashar, ndërsa në qytetet Fier, Lezhë, Shkodër, Lushnjë, Korçë, Sarandë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër, ajo nënkontraktoi laborator të tjerë për kryerjen e analizave check-up. Kjo ndodhi për një arsye. Vilmanushi, sipas kontratës, 20 laboratorët do duhet i ndërtonte në qendrat shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe në përfundim të koncesionit ky investim do t'i mbetej si aset shtetit shqiptar, gjë që nuk ndodhi asnjëherë. Por le të vazhdojmë me detajet. Sipas kontratës që shihni në ekran, nënshkruar mes kompanisë së Vilmanushit dhe kompanisë Intermedica të deputetit të Partisë Socialiste Vasil Llajo, çmimi për një check-up te Intermedica për Vilmanushin do të kushtonte 740 lek me TVSH. Pra, ndërkohë që shteti do t'i paguante Vilmanushit 1844 lek me TVSH për kryerjen e një pakete check-up, ajo e dërgoi këtë shërbim te nënkontraktori për një çmim prej 740 lek
lekësh me TVSH. Me vetëm këtë skem, Vilma Nushi ka përfituar për çdo analizë rreth 11 euro. Gjithçka e përfituar me firmën e ish zëvendësministres Milva Ekonomi. Ekonomi, t'ju bëjmë një dy pyetje? Jo, tani kam të bësh. Po ja, bashkë në shënësor. Jo. Në 19 shkurt 2015 keni qenë zëvendësministre. Pse keni firmosur një kontratë e cila ka qenë abuzive? Po jo mos e sa marr fare unë me atë kontratë. Miliona euro të dëm. Nuk jam të marr unë me atë kontratë. Zonja Ekonomi përsërit vazhdimisht se nuk është marrë, po firma në kontratë është e saj. Më dëgjon çik. Ka një kontratë që është kontrata e shërbimit dhe ka ekzekutim të kontratës së shërbimit. Flet për kontratën apo flet për ekzekutimin? Dhe këto janë dy gjëra të ndryshme. Formulari i kontratës. Formulari i kontratës dhe kontrata janë dy gjëra të ndryshme. Faktet nuk janë spekulim, zonja ministre, dhe indicet për këtë i gjejmë në vijim. Kompania e Vilma Nushit, Marketing and Distribution, e cila ka në pronësi koncesionin e check-up nëpërmjet kompanisë Trep Life Logistic, rezulton gjithashtu se ka financuar edhe kompaninë Victoria Construction, e cila po ndërton kullën Exposita Building. Deri këtu do të ishte diçka normale. Nëse pas kësaj kulle nuk do të qëndronte një emër si ai Ervin Matës, i arrestuar së fundmi në Brazil me kërkesë të SPAK për trafik droge. Konkretisht, në vitin 2018, kompania Marketing and Distribution kalon për llogaritë të shoqërisë Victoria Construction një shumë prej 1.1 milion eurosh. Nga të dhënat e bilanceve të kompanisë Victoria Construction, nuk specifikohet arsyeja se pse Vilma Nushi i ka dhënë një shumë të tillë monetare kompanisë. Derdhja e parave u bë vetëm një vit përpara se të firmosej leja e ndërtimit për kullën Exposita Building. Pra në vitin 2018, Vilma Nushi paguan këstin e parë të parave në llogaritë të kompanisë Luan Matës, ndërsa në vitin 2019 me firmë të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut u miratua edhe leja e zhvillimit. Kujtojmë se pikërisht në vitin 2018, kur Vilma Nushi ka deklaruar se ka futur për investim 1.1 miliard lek në kullën e Ervin Matës, ka marrë edhe dividendin e parë nga kompania e check-up në vlerën e rreth 1.2 miliard lekëve. Përafërsisht sa shuma që futi te kulla e Ervin Matës. Ervin Mata është personi botës krimit i arrestuar në Brazil. A nuk ju vjen pak rënd që me fuqinë e firmave që ju keni, po jepni lek privatit që investon te kriminalët? Ju lutem zoj, mund të më jepni një përgjigje me këtë gjë? Po sepse ju me firmat tuaja po jepni lek privatit dhe privati me këto para po investon krimin e organizuar. A nuk ju vjen pak rënd për këtë? Që lekët e shtetit shqiptar po shkojnë te krimi organizuar dhe te kullat? Me informacionet, se unë në vitin 2018 s'kam qenë fare në këto detyra. Po flas me firmën e 2015-s. Po s'është ajo gjë. Vilma Nushi ka marrë 1.2 miliard lek. Dhe 1.1 miliard ka investuar te kullat e babait të Ervin Matës. Mos bëj conventional wisdom, po bëj fakte, mos përmbledh çfarë. Nuk janë fakte. Një biznesmene që merr 1.2 miliard dhe pastaj 1.1 miliard investon në kullat e babait të një personi i cili është personi i botës krimit, a nuk mendoni që këto para të shtetit shqiptar po shkojnë te bota e krimit? Zonja Ekonomi, do jepni një përgjigje për këtë gjë? Po ju jap një fakt, që lekët që ka përfituar një biznesmene kanë shkuar te kompania e babait të një personi i cili është personi i botës krimit, Ervin Mata, i arrestuar në Brazil. Ndjeni pak përgjegjëse për këtë gjë? Ndihet apo jo përgjegjëse? Ndoshta këtë gjë s'do ta mësojmë dot kurrë, pasi deputetja Ekonomi kyçi gojën dhe nxitoi këmbët për të votuar